Përshëndetje nderuar teleshikues. Në aktualitet sot mund ndalim tek qeveria besimit e zotit Meta, tek një takim i gjatë që kam vijuar edhe me zotin Idris Diet e GPR, ku unë kam pasur fatin të hajmë drekën Fatosnano dhe e di se çfarë ndodh dhe sa ambelis atje. Do ndalim tek ajo vendosmëria e Çadrës, tek një risi që ka sjell Aleanca Kuqezi dhe zoti Keqi Spaju. Kam ftuar në studio të nderuar Nerisa Xhizo, zotës ministri i integrimit, që merr në studio. Mirë se gjeta kënaqësi gjithmonë. Unë kam shumë të vështirë ta dalloj me ty, të kam je një LSI-ste e rritur që nga kubiku deri në atë majm si një rap i lartë apo zonës ministri i integrimit. Si dushti. Mika jote edhe. E ke përfshirë. Kjo është ka të gjitha. Zoti Krishtik se merr në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të kam shkëputur nga Çadra, po ajo Çadër duam neve, edhe pse thonë duhet të shkoni në parlament apo duhet të dilni nga Çadra, të gjithë bota pranon që ka një krizë. Po besoj që edhe kësaj krize po i vjen fundi, do ishte mirë mos kishte ndodhur, por ndoshta më mirë vonë se kurrë. Ishte qartë që nëse do të vazhdojë më gjatë, Shqipëria do të shkonte drejt destabilizimit dhe besoj që Shqipëria nuk mund ta mbajë në kurrizin e saj një kosto të lartë e cila do ta çonte disa vite pas në procesin e integrimit. Realizimi i zgjedhjeve të lira dhe ndershme në Shqipëri është një problem bazë i cili fatkeqësisht pas 27 vitesh Shqipëria është i vetmi vend në Europë që nuk garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe për herë të parë ka një kauzë e cila është kauzë për drejta kushtetuese. Është një kauzë e cila nuk është e njëanshme, nuk është për një parti, është një kauzë e cila i përket gjithë publikut. Këtu hidhen themelet e shtetit, tek vota. Fatmirësisht protesta ka qenë paqësore, nuk ka pas incidente, nuk ka pas viktima, nuk ka pas përplasje me institucionet, por sigurisht ka pas 2 llogore. Mori 45 ditë, 46 ditë, por mendoj që tashmë i ka ardhur fundi për një gjë ndjej keqardhje që në këto 46 ditë ka munguar dialogu. Është e papranueshme që pas 27 vitesh elita politike shqiptare nuk gjen forcën për dialoguar dhe për diskutuar pavarësisht pozicioneve radikale që mund të kenë palët në një proces. Mungesa e dialogut është mungesë civilizimi. Ja, do diskutojmë edhe më nga dalë. Unë e nderuar Nerisa dua të pyes që zoti Meta thotë që nuk shkojnë nga opozita në zgjedhje, një qeveri besimi dhe ka një maturi, ka një stoicizëm të tij. Si shpjegoj? Ne patëm dje një mbledhje kryesie në orët e vona të natës, pati një diskutim goxha të madh për qëndrimin në Lëvizjen Socialiste për integrim për aktualitetin politik. Patjetër që nuk mund të rrim indiferent ndaj këtij ngërçi politik, institucional dhe çdo gjë tjetër. Zoti Meta e ka artikuluar dhe më parë nevojën e dialogut politik dhe këtu mbështes padyshim edhe Kreshnikun në pjekurinë e forcave politike dhe leadershipit politik, pavarësisht qëndrimeve tyre për të ulur, për dialoguar edhe për gjetur zgjidhjen. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për çdo qytetar shqiptar, jo thjesht për politikën, sepse kriza politike reflektohet në ekonomi, në turizmin që po vjen, e gjitha me radhë. Dje pas mbledhjes kryesisë ne kemi pasur një qëndrim zyrtar për situatën politike dhe padyshim që një ndër opsionet e zgjidhjes që ne japim është qeveria besimit dhe këtu kam parasysh për t'i dhënë gjithë mekanizmat e mundshëm opozitës, që ajo të bëhet pjesë e zgjedhjeve. Ne jemi vendosur që nga 91 që të jemi një sistem demokratik. Demokracia ka 2 element, ka majorancën, ka opozitën, ka sistemin e balancës dhe kontrollit institucioneve, dhe zgjedhjet pa opozitin do të ishin një farsë edhe një hap mbrapa e demokracisë Shqipërisë. Këtu kemi parasysh edhe sfidave e integrimit në të cilat ndodhet vendi, ku zgjedhjet e 18 qershori duhet të arrijnë standardet më të larta që ka arritur ndonjëherë Shqipëria, në mënyrë që të procedojmë më pas me hapjen e negociatave, që do të jetë një hap shumë i rëndësishëm drejt antarësimit më pas. Kështu aja për ne është ulja në tryezë e leadershipit politike, e gjithë faktorëve dhe aktorëve politik, dhe gjetja e zgjidhjes, dalja nga ky ngërç, ofrimi gjithë garancive të mundshme të opozitës
të realizueshme për kohën që jemi, por dhe gjithë garancive, gjithë qytetarëve shqiptar, të cilët mund të kenë dyshimet e tyre për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ky është një obligim, padyshim i majorancës, i opozitës, por mbi të gjitha e majorancës, e cila është në një situatë më komode se ç'mund të jetë opozita dhe duhet jetë aty për të ofruar zgjidhje, së bashku me në mënyrë konstruktive edhe opozita. Zoti Meta tha unë jap ministër PD-s. Unë e lexoj që ai ishte një thirrje drejt për drejt dhe hapur për Ramën, se sa një gjesi tia. Si e lexoj? Dëgjoj, do doja të sqaroja dy momente të cilat janë të rëndësishme. Së pari, krijimi i qeverisë teknike nuk çon zgjedhje të parakohshme. Pra, kjo majorancë po e mbyll mandatin e plot. Nga ana tjetër, ka një mosnjohje të publikut për se çfarë është qeveria teknike. Shqipëria ka njohur dy eksperienca parlamentare të ndërtimit të qeverive teknike, pavarësisht se majorancat kanë pasur vota mbi 70, madje mbi 80%. Është rrëzuar ish kryeministri socialist Ylli Bufi në vitin 1991, është rrëzuar dhe ish kryeministri demokrat Aleksandr Meksi në vitin 1997, marsin e vitit 1997. Në të dyja këto raste, Shqipëria ka shpëtuar nga krizat e thella vetëm sepse u ndërtuan qeveri teknike. Në 1991 Shqipëria mbeti me 6 ditë bukë dhe pati një krizë të rëndë ekonomike dhe ishte qeveria teknike për 4 muaj që e çoi Shqipërinë zgjedhje dhe shpëtoi nga kriza e varfërisë, e urisë. Dhe në vitin 1997 qeveria e pajtimit kombëtar e Bashkim Finos e shpëtoi Shqipërinë nga lufta civile dhe përgatiti zgjedhjet e parakohshme dhe zgjedhjet parlamentare në atë periudhë. Mendoj që në konceptin tonë si opozit, qeveria teknike duhet të jetë me njerëz jo partjak, me ekspertë të cilët të kenë vetëm një objektiv, realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Shqipëri, sepse një qeveri që do të jetë e përkohshme nuk ka mundësi t'i vëmë detyrë as rritjen e pensioneve, as rritjen e rrogave, as uljen e çmimit të energjisë, pra ka një objektiv afat shkurtër. Nuk e kemi ende të qartë se çfarë në kupton LSI-a me qeveritë besimit, por një gjë është e qartë, që fjala besim do të thotë konsensus dhe të gëzoj besimin e të gjitha palëve, me qëllim që të jetë qeveria e cila garanton interesat dhe të drejtat e gjithë palëve në proces. Në këto moment mbeten aspekte teknike, po një gjë është e qartë. Nuk mund të ketë qeveritë besimit kombëtar me Edi Ramën kryeministër. Kupton, sepse gjithë kjo betejë nuk bëhet për të larguar Lefter Kokën si ministër mjedisi, se nuk është Ministria e Mjedisit që pengon apo lejon zgjedhjet e lira dhe të ndershme. E gjithë kjo bëhet për ndërtuar një qeveri të gjithë kabinetit me ekspert, duke filluar nga kryeministri dhe duke i caktuar një objektiv për infrastrukturën zgjedhore. Lideri i opozitës, zoti Lulzim Basha, ka kërkuar që qeveria teknike minimumit të jepet një afat 100 ditor. Që nëse ne do ta përkthenim, nuk them tetor, sepse 100 ditë nëse ndërtohet javën tjetër, i bie që të jetë në mesin e verës 100 ditorin, mos jetë diku nga korriku. Dhe ka një arsyetim sepse a mundet për 40 ditë një qeveri e re të garantojë zgjedhje të lira, kjo mbetet për të diskutuar, po besoj që do të jetë objekti debatit në tryezat politike të gjithë spektrit politik. E nderuar, zoti Shpalia tha që qeveria besim nuk din ç'në kupton zoti Meta. Ç'në kuptohet me qeveri besim? Qeveri besimi, zoti Meta e sqaroi edhe në konferencë për shtyp, është një qeveri e cila gëzon një besim edhe një konsensus të gjithë aktorëve politik, pra gjithë garancit, një nga opsionet që vetë LSI-a ofroi për opozitën në mënyrë që qofse ajo do të ndihet më e qetë duke marrë gjithë kabinetin, përfaqësimin e kabinetit qeveritar të LSI-s, duke filluar nga Ministri i Drejtësisë dhe gjithë me radhë,
zëvendësministra dhe gjithë përfaqësimin politik, gjithë përfaqësimin politik të LSI-s, ne jemi të gatshëm për ta ofruar këtë zgjidhje. Pra të lëmë gjithë përfaqësimin tonë në qeveri, të jetë opozita jonë, nëse kjo është një nga mundësitë për që opozita të ndihet e qetë dhe komode për të marrë pjesë në zgjedhje. Pra ky është një nga opsionet që shtrohet në tavolinë. Pastaj do të jetë padyshim diskutimet e gjithë liderëve politik, por tulen tryezë për të gjetur zgjidhjen, jo për të krijuar përsëri ngërçe. Ky duhet të jetë vullneti i gjithë aktorëve politik për të ulur, sepse në fund ditës janë interesat e shqiptarëve, është interesi i vendit, që është shumë i rëndësishëm se çdo interes partijak. Zoti Speja, ka mundësi se ti një jurist i vjetër me përvojë me kështu, ka mundësi që brenda, nëse nuk pranorama brenda javës tulet në dialog midis Bashës, Metës, Idrizit e kush janë faktorë tjerë, Alencë Kujezi e gjitha partive. Ka mundësi të bëjnë kaq shumë gjëra. Erdhi presidenti, është çadra, është data e zgjedhjeve, skadojnë afatet se datë 11 skemi as president as prokuror përgjithësi. Dëgjoj, mocioni besimit dhe i mosbesimit realizohet brenda 24 orësh. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon që zëvendësimi i një kryeministri kalon me mocion mosbesimi në parlament, por në rastin e dorëheqjes nuk është nevojë fare as për mocion mosbesimi. Në rastin e dorëheqjes menjëherë palët sipas formulës që do të gjenden, por në rastin konkret i bie që të jetë me konsensus ndërparlamentar, nga një tryezë partijake të dalin që opozit bien dakord për një emër i cili i propozohet presidentit Republikës, dhe procesi i ndërtimit një qeverie të re nuk merr më shumë se 7 ditë. Pra nuk ka vonesa kushtetuese apo procedurale të cilat të pengojnë zhvillimet e tjera institucionale apo politike në vend. Pra zëvendësimi i qeverisë realizohet shumë shpejt në rastin e flas gjithmonë me dorëheqje, nuk parashikoj sepse në analizën politike mendoj që nga darka e para 2 ditëve të Ramës me Metën, kreu i LSI-s nuk mendoj që ka dalë në mënyrë të njëanshme dhe do kemi një qëndrim refraktar. Deri më sot nuk kemi pas një reagim të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës që të thotë ne kundërshtojmë propozimin e LSI-s për qeveri të besimit kombëtar. Unë prezumoj që Edi Rama e merr të mirëqen që do ndodh, por më mirë ja lej Ilir Metës propozimin për qeverinë e besimit, se ego e tij si kryeministër nuk ja lejon që të thotë unë po iki. Por praktikisht Rama ra nga darka dhe bisedimet me Ilir Metën, ra nga çadra e cila rezistoi 45 ditë. Eris, njerëzit përsëri kanë atë idenë që Ilir Meta është Çelsi, është kyti të gjithë këtij ngërçi, sepse vërtet kanë rolin e tyre si parti të mëdha PD dhe PS, por pa LSI-n asnjë hap nuk i dhënë të tjerë. Si keni diskutuar brenda në kryesi ose cila është fryma? Fryma është për të marrë përgjegjësi edhe për të gjetur zgjidhje. Kjo është fryma, edhe ne si forcë politike e përgjegjshme dhe ku padyshim ky ngërç politik institucional që do të pasohet, sepse siç e thatë dhe ju shumë, mandatet të institucioneve kushtetuese mbarojnë, do duhet gjithashtu edhe reforma në drejtësi të implementohet. Pra në këto momente, vetë Edi Rama me Fatmir Xhamin çfarë? Po, dhe krijon një boshllok institucional që mund ta çojë dhe mund të rrezikojë dhe demokracinë e vendit. Kështu në këto momente kërkohet përgjegjshmëri, maturi. Ky është një vendim ekskluziv i Lëvizjes Socialiste për Integrim, gjithë qëndrimi që ka mbajtur zoti Meta dje e kryesisë së LSI-s, dhe qëndrimi shumë i qartë, dialog, gjetja e zgjidhjeve imediate për të mundshme për sa kohë mund të gjenden për zgjedhje, dhe padyshim përfshirja e opozitës dhe dhënia e garancive, e gjitha garancive të mundshme opozitës në mënyrë që ajo të bëhet pjesë e këtu kemi parasysh garanci për opozita pjesë e procesit. Po sepse jemi në demokraci, normalisht. Zgjedhja pa opozitën nuk mund të jemi pjesë e farsës. Por padyshim këtu kam parasysh
garancinë e një administrate të papërfshirë në zgjedhje. Këtu kam parasysh luftën kundër drogës, kanabisit, edhe krimit organizuar dhe çdo garanci tjetër për moscënimin e këtyre standardeve. Dhe padyshim kemi thënë që midis majtës dhe djathtas padyshim që ne zgjedhim majtën. Por midis komunizmit dhe demokracisë zgjedhim demokracinë, sepse jemi në një moment të ndërtimit të shtetit të së drejtës. Padyshim kanë kaluar shumë vite, jemi në 2017 dhe të flasim ende për zgjedhje të lira dhe ndershme, është vërtet hap mbrapa, që kështu duhen urgjent palët politike të ulen edhe të gjejnë zgjidhje në interes të qytetarëve dhe të vendit. Më pyet dikush, një letër gazete, më thotë zoti Spahiu thotë, a do të ketë pol të tretë apo do përsëritet situata si në Maqedoni? Unë besoj që nuk do të ketë pol të tretë. Unë jam nga ata që mendoj që edhe zoti Blushi do të rreshtohet në një nga koalicionet të majtës së djathtë. Besoj që eksperienca e 2013-s së Aleancës Kuqëzie, e cila tentoi që dalje vetme në zgjedhje, duke mos pranuar koalicionin e majtë të Partisë Socialiste apo koalicionin e djathtë demokratëve, ishte një eksperiencë negative e cila bën pra ishte një pësim i cili është kthyer mësim për çdo forcë të re politike apo për çdo pol tjetër, sepse sistemi aktual elektoral nuk lejon dhe të pengon së pari për të numëruar votën dhe së dyti është i disfavorshëm, sepse nëse në koalicion ti fut me 5.000 vota një deputet, nëse del si koalicion në vetën, në Tiranë të duhen 20.000 vota për të nxjerrë deputetin e parë dhe matematikisht nuk ka asnjë interes që dalë si poli i tretë. Ka mundësi për ndryshimin e pozicionit? Ka mundësi. Nëse palët dhe qeveria e besimit që ka propozuar LSI ka si objektiv reformën zgjedhore dhe ndryshimin e sistemit elektoral, pra mund të kemi amendimet kodit zgjedhor, por dhe amendime kushtetuese, por që nuk besoj që shkohet deri në amandamente kushtetuese. Nga ana tjetër, dua të theksoj një gjë, e cila është e veçantë. Fatmirësisht në këtë krizë që po zgjidhet, më mirë që çelësi i krizës është bërë opozita me protestën dhe LSI-ja me bisedimet, se sa faktori ndërkombëtar dhe ambasadorët. Domethënë, unë jam i gatshëm të shtrëngoj dorën LSI-s dhe Ilir Metës, që tregun më shumë forcë se sa ambasadorët, sepse është shumë e vështirë situata kur ambasadorët hynë e dalin në përzyrat e kryetarëve të partive, bëjnë presion dhe si përfundim pastaj partitë politike dhe palët pranojnë presionin e ndërkombëtar. Tani analizave si ndodhi, çysh ndodhi, pse ndodhi, nuk ja vlen t'i hyjmë. E rëndësishme është, po. Pse nuk zgjedhin proporcionalin kombëtar dhe shuajmë edhe sherrët e atyre që hedhin para dhe largojmë kriminalët e rajoneve dhe të qarsheve? Dgjoj, sistemi proporcional kombëtar sistemi proporcional kombëtar nuk është sa eliminon gangsterët dhe kriminalët, po dhe nuk e rrit prapë cilësinë e parlamentit. Janë listat e hapura, si në Kosovë. Në Kosovë, nëse ti vendos të votosh lëvizjen vetvendosja, ke edhe një flet tjetër votimi që brenda lëvizjes vetvendosja ti zgjedh deputetin që të pëlqen. Pra, nëse shkon te LSI-ja dhe voton LSI-n, ai votuesi zgjedh nëse pëlqen Ilir Metën, Erisa Xhixhon, Lefter Kokën etj. Ky është një nga propozimet e Ilir Metës. Së treti, sistemi proporcional kombëtar nuk serviret nga dy partitë e mëdha, sepse rrezikojnë që rrymat e reja politike të futen në treg, sepse mblidhet shumatori në rang kombëtar nacional për të përkthyer pastaj në numra deputetësh. Për mikjen e shtypit Xhixhon, thotë një drejtor gazete, zoti Enjell Musa, jeni fokusuar tek vlerat të rinj në fier dhe tregon fuqinë e LSI-s. Si do mbështesin banorët Fierak sepse kanë probleme me armën, me bankës, me petrolin? Ka vajtur në fondin më të vështirë e risa. Po, momentalisht unë jam e deleguar në Fier për organizimin e rinisë dhe grave dhe vajzave. Padyshim jemi duke bërë dhe një tur dëgjesash për të hartuar edhe një program ekskluziv për qarkun e Fierit, që do t'i prezantohet
gjithë qytetarëve të Fierit në 18 qershor. Dhe padyshim në gjithë dëgjesat do janë qoftë për rini, kemi bërë për turizmin, kemi bërë për gratë dhe gjithë shqetësimet e tyre, qoftë edhe shqetësimet që ju përmendët, do të jenë pjesë e dëgjesave tona, më pas ne do t'i konsultojmë me ekspertët tanë, çfarë hapësirash kemi, çfarë buxhetesh kërkojnë, në mënyrë që të jetë një program jo populist, shumë konkret dhe me objektiva të qarta. Mendoj që ka ardhur koha që qytetarët votojnë për politikat që nxisin zhvillimin ekonomik edhe që mund të rrisin standardin e jetesës së tyre, se sa thjesht për logo politike. Dhe një nga arsyet e delegimit tim në Fier është gjithashtu edhe për të gjallëruar jetën atje nëpërmjet lëvizjes rinore për integrim edhe grave dhe vajzave, edhe për të bërë që fierakët jo sa të mbarojnë shkollën të vinë Tiranë mos duan të kthehen më në Fier, por të kemi një zhvillim të bujqësisë, turizmit, ekonomisë, biznesit në mënyrë që ata ta ndjejnë veten mirë edhe të kthehen përsëri në Fier, edhe mos zgjidhin emigracionin. Më thonë për ju, a ju duket e drejtë që PD i fali 15 e çamve dhe juve donë që jeni koalicion ose që keni dhënë frymën për PD-sot, ende nuk është prerë qartë të bësh se çfarë do të bëj. Ja, ky është një problem i Partisë Demokratike i cili kur nuk ka... Njerëzit e kanë me të drejtë dhe ata e shikojnë dhe mendojnë. Ky është një problem veti i Partisë Demokratike që nuk ka nditur të ngrinë partneritetin për disa arsye. E para, nuk kanë zgjedhur kur partner strategjik. E dyta, kur nuk kanë forcuar partitë e djathta dhe nacionaliste. E treta kanë lejuar mendoj pa dashje, por nuk kanë ditur të parandalojnë trafikimin e deputetëve dhe forcave politike nga e majta tek e djatha. Ky është problem thelbësor, të cilin ajo që ju thatë, sistem proporcional apo sistem rajonal, duhet që me ligj të ndalohej trafikimi i deputetëve, që do të thotë, sot në Shqipëri votohet logo e partisë. Nuk ka lista të hapura që të votohet Erisa Xhixho apo Ilir Meta apo Shpëtimi Drizi apo Kreshnik Spahiu. Dhe për sa kohë votohet logo e partisë, zonja që unë kam përballë ka detyrimin që në 4 vjet t'i qëndroj mandatit të partisë. Se çfarë ndodhi me Partinë Republikane? Hyri me 4 deputet dhe sot është vetëm Fatmir Mediu deputet. Dhe a duhet lejuar kjo që deputet cilët e gëzojnë atë mandat, përfshi dhe zotin Blushi. Blushi është deputet i Partisë Socialiste. A mundet që ky mandat dhe votat e sovranit të merren dhe transferohen në një logo të re apo në një logo tjetër? Sigurisht që as moralisht, as politikisht, as logjikisht merren nga çdo lloj aspekti nuk mund të transferohen. A duhet ndaluar kjo me sankcion? Unë mendoj që kjo duhet të jetë pjesë e diskutimit të debatit të reformës zgjedhore dhe duhet gjetur mënyra se si të zgjidhet. Ishte ndryshe kur kishim sistemin majoritar, që populli votonte Bedo Malon apo Kreshnik Spahiun dhe ishin vota personale të cilat mund t'i transferoje ku doje. Por, në momentin që populli voton logon e partisë, është e pamundur dhe problemi i Partisë Demokratike ka qenë dhe mbetet çështja e ndërtimit të koalicioneve, sepse në fund, pavarësisht se ku do shkojë LSI-a, do të jetë në mes apo do të jetë politret apo do jetë me Partinë Socialiste. Partia Demokratike duhet të jetë ndërgjegjshme për një gjë. Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e drejta e kryeministrit dhe e qeverisjes së vendit nuk i takon partisë parë. Edhe sikur PD-ja të shpallet parti e parë, nuk e qeveris dot Shqipërinë, sepse Kushtetuta thot e drejta e kryeministrit i lind koalicionit fitues, pra koalicionit të parë. Nëse Partia Demokratike nuk ngret dot një koalicion gjithëpërfshirës dhe fitues, nuk do ketë mundësi të qeverisë Shqipërinë dhe drejtën për kryeminist. Duke vazhduar në idenë e Kreshnikut, jemi një nga arsyet e grevës uris 2008-s, zotit Meta edhe gjithë LSI-s, ka qenë pikërisht ky sistem zgjedhor, i cili i dha fuqi krerëve të partisë dhe zhvlerësoi komplet deputetët apo kandidatët për deputet, duke i bërë ata që t'jenë më shumë servil të kryetarit se sa
kujdestar të elektoratit edhe të njerëzve të cilët ata përfaqësojnë. Nga ana tjetër, kriza e përfaqësimit në cilën ndodhet Parlamenti shqiptar sot, zbatimi i dekriminalizimit, shumë i sakt edhe shumë i drejtë edhe shumë korrekt, padyshim që është sfida e radhës e gjithë klasës politike, sepse të mos ndërtojmë modele të cilat dëmtojnë gjithë aspiratën e trimëve, dhe po të ofrojmë modele suksesi, të ofrojmë modele të njerëzve që punojnë dhe mund të arrijnë diçka nëpërmjet punës dhe jo nëpërmjet kriminalitetit apo hashashit apo zgjedhjeve të tjera jo korrekte dhe jo të Kam një pyetje për ligjshme. Zotën Spahiu sot. Zoti Belo, kam një pyetje për Zotën Spahiu. Ministra dhe drejtor të PS-s sot kanë nisur punësimet në OSHE, naftë, ujësjellës. Vetëm në qarkun e Vlorës, 12 ditë janë punësuar kontrata provizore rreth 320 persona, duke të merruar nga LSI-ja. Kanë testuar gjendjen, thotë. Cila ministri? Tek OSHE-ja thotë nafta dhe ujësjellës. Dgjoj, këto gjithmonë fatkeqësisht ndodhin, janë tipike nominime alla shqiptarçe, që ndodhin gjithmonë disa muaj përpara zgjedhjeve, për të ndarë kocka dhe për të kënaqur rryma caktuar, klane caktuar, fraksione caktuara, me qëllim që ato të jenë grupe mbështetëse në prag zgjedhjeve, mbështetëse qoftë nga ana financiare, qoftë nga ana politike, apo si paket votash. Dhe kjo ka ndodhur fatkeqësisht në çdo qeveri. Ndoshta me ligj duhet filluar të mendohet që diku 6 muaj para zgjedhjeve, në disa sektor strategjik mos ketë punësimet, mos ketë punësime. Është temë diskutimi. Po, është temë diskutimi, po thonë që është merruar nga LSI-ja, më thotë këtu. Ka nisur punësime në OSHE në këto përseja. Nuk di, LSI-ja nuk smerron, ofron. Kjo është një fazë LSI-s. Kjo puna që bën LSI-ja me njerëzit edhe kujdesi që tregon gjatë gjithë kohës është forca e LSI-s, por mbi të gjitha forca e LSI-s janë trinë dhe trejat e lëvizjes rinore për integrim. Aty është gjithë motivimi edhe gjithë frymëzimi i lëvizjes socialiste për integrim. Pa dyshim që ne duhet vim në një standard të qëndrueshmërisë administratës publike, dhe padyshim hapja e negociatave do të kërkojë akoma më qëndrueshmëri të administratës publike si një ndër 5 prioritetet për hapjen e negociatave. Politika duhet ndërtoj politika zhvillimi, politika ekonomike që forcojnë sektorin privat, të turizmit, bujqësinë, sektorët kyç që ne kemi për zhvillimin e ekonomisë, për t'i dhënë mundësi çdo triu, treje, çdo qytetari për të zhvilluar biznesin e tij, për të zhvilluar fermën e tij e tjera me radhë. Kjo mendoj është mundësia e vetme për të pasur një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe mos jemi më në trysnin e punësimit në administratë si e vetmja mënyrë punësimi në Shqipëri. Zoti Kështik më thonë njerëzit, thonë, Kullarja dhe Shamia thonë e trem për Ramën, ma ka kruar me sistim ky, një drejtor gazete që të pyes, por ai më thotë ku të kandidoj zoti Spahiu thotë, dhe cila është platforma e partisë tij. Zoti Spahiu do kandidojë në qytetin që është lindur dhe është rritur, në Tiranë, ku edhe mundësia elektorale për të tërhequr vota është shumë e madhe, për faktin sepse si strukturë ne kemi në çdo njësi administrative, në çdo lagje, në çdo pallat kemi aktivistët dhe koordinatorët tanë. Platforma e Aleancës Kuqezi besoj që është gjëja më e veçantë që ka spektri politik, dhe kjo është që na ka dalluar nga tjerët, sepse ne jemi vetmja forcë që kur nuk kemi qenë pushtet, forcë kur nuk kemi qenë as parlament, as në qeveri, nuk kemi qenë as me të majtën, as me të djathtën deri dje, dhe kauza e veçantë që është që kufizohet në një kontratë e cila është shumë tipike. Le të themi, ne jemi vetmja forcë politike që kemi futur idenë e kufizimit të mandateve politike. 2 mandate deputet, 2 mandate ministër, 2 mandate zëvendësministër, 2 mandate kryeministër, maksimumi, 2 mandate drejtor, sepse shqiptarët e kanë tipike që po i lëmë shumë se 8 vjet, besoj që çdo kush do korruptohet. Dhe në Amerikë po e lëmë shumë se 8 vjet. Ne kemi futur frymën e hapjes së dosjeve, ne kemi futur frymën dhe insistojmë për votën e emigrantëve, të cilët as e majta as e djathta për 27 vite nuk e garantuan. Janë afro 1.700.000 emigrantë, cilëve ne ende edhe në këto zgjedhje nuk do arrijmë dot t'i mundsojmë.
Aleanca Kuqezi është e A e vetmja. të dorë nga emigrantë kështë një këmë thotë dikush? Jo, sigurisht e kemi kauzën kryesore, madje dhe në bisedimet me Lulzim Bashën, unë insistoj që të jetë kusht për qeverinë teknike kjo, sepse ne konsiderojmë avantazh në Rumani rotacionin politik e realizuan emigrantët. Ne insistojmë me forcë në çështjen e unifikimit dhe heqjes kufirit dhe doganave mes Shqipërisë dhe Kosovës, që është e vetmja parti politike që e kanë programin e saj. Jemi e vetmja forcë politike e cila insistojmë në thash dhe njëherë për hapjen e dosjeve për një ligj veçantë për kthimin e pronave. Besoj që nëse ka një krizë reale që nuk do të lejojë që shteti shqiptar të zhvillohet ekonomikisht në të ardhmen në raport me shtetet e tjera, është sepse ende e ka lënë të pazgjidhur çështjen e pronës. Këtu respektohet më shumë pushtuesi se sa ish pronari, dhe kjo është tërësisht e pa tolerueshme. Për sa kohë nuk do zgjidhet çështja e pronës në Shqipëri, nuk do ketë investime të huaja, sepse nuk vjen një investitor ku të dalin 10 ish pronarë që debatojnë me njëri tjetrin dhe zihen me sopata. Dhe sigurisht që në mënyrën se qasjen që ne kemi dhënë si forcë politike, kemi krijuar dhe një vakum i cili ka munguar parlamentit shqiptar për çerek shekulli. Më pyet dikush për Erisën. Dhe thotë çuri të rish si vjet, edhe LSI-ja, edhe PD-ja, edhe Aleanca Kujtezi, po edhe pse ato janë mbështetur të të ri. Është një vëmendje dhe një sinjal që shpresa po kthehet. Mund vjen mirë kur partitë politike i kthejnë syt edhe motivojnë që të rinë bëhen pjesë e politikës, dhe gjithmonë jam një ndër ata të rinj që e kam filluar karrierën politike që 17-18 vjeç nga Forumi Rinor dhe i kam ndërtuar hap pas hapi shkallët, por LSI-ja i ka në vëmendje gjatë gjithë kohës, jo thjesht në fushata elektorale. Jep atyre mundësinë për të qenë përfaqësues në Këshillat Bashkiake. Ne kemi pothuajse 70% të përfaqësimit të LSI-s janë të rinj. Gjithashtu në listat për deputet, kemi deputeten më 3 në parlament, që është Kedi Mehmetaj, sekretari i përgjithshëm i LSI-s vjen nga radhët e LRI-s, që është Endrit Brendllari. Pra, ne në filozofinë tonë kemi ndërtimin e leadershipërve të rinj, të cilët do të mund të drejtojnë forcën politike, por edhe vendin. Çdo forcë politike që i bashkohet kësaj iniciative është e mirëpritur dhe besoj që të rinj sjellin një frymë tre, edhe një frymë përgjegjësie edhe shumë konstruktive, edhe një frymë europiane se klasa politike sot. Kam pyetje dikush, se kam një pyetje për zonë Spari, po më thot dikush që Kedi dhe gjithë të tjerë do të ndiqin shumë në Erisës për të bërë master dhe për të pracuar jashtë shtetit. Do të sakrifikojnë nga politika. E ka sakrifikuar Monika, më thot dikush në Gjermani. Po, besoj se gjithë të rinj, qoftë Loida, qoftë Kedi, qoftë Endriti, janë studentë ekselencës edhe të shkëlqyer në gjithë rezultatet, por edhe gjithë të rinj që ne kemi në leadershipin ton. Dhe pse kemi këtë? Sepse ne mendojmë që edukimi është një nga armët më të fuqishme për të kontribuar në politik, por edhe për të kontribuar për vendin, që kështu janë shumë të motivuar të gjithë që të kenë një specializim jashtë kur t'i jepet mundësia, dhe unë e motivoj gjithmonë që të rinj të specializohen edhe të krijojnë profilet e tyre profesionale përveç se politike. Për zotin Spari, thot, ndryshimet e para të ditëve në Kodin Penal, i cili u shtit si ndryshim që penalizonte kriminalët, por në fakt nuk lejon hapjen e dosjeve për ish ministra dhe drejtuesit e korruptuar. Për vettingun bëhet fjalë. Jo për vettingun, për atë Kodin Penal që u lëshua që edhe për vettingun. Po, dëgjoj, mendoj që ne kemi qenë një nga kritikët më të fortë paketave të ndryshimeve ligjore, për faktin sepse ka vendosur, dëgjoj, parimi kushtetues bazë në çdo kushtetut perëndimore hapet me një parim, që çdo qytetar dhe çdo subjekt është i barabartë përpara ligjit. Ndryshimet e fundit kushtetuese, po qoftë ndryshimet që i përkasin paketës së vettingut, kanë bërë një lloj disbalancimi të pushteteve, por dhe të subjekteve të ndryshme. Them këtë sepse ka cënuar rënd sovranitetin kombëtar dhe sovranitetin e pushtetit gjyqësor. Që do të thotë, le të themi, nëse Fatmir Gjafa do të ishte gjyqtar në përmet,
sot duhet jepte dorëheqjen, sepse çdo gjyqtar, Këtu e ka ide. po, çdo gjyqtar duhet deklaroj të shkuarën e tij dhe rrethin e tij familjar. Nëse ti ke një vëlla që ka kryer burg për trafik droge, ti s'mund të jesh gjyqtar. Më përmet. Tani, pse duhet të jesh ministër i brendshëm? Vetëm se i përket ekzekutivit dhe gjyqtar fshati ti s'mund të jesh. A e ka vendosur ky ligj në mënyrë të pabarabartë? Sigurisht që po. E dyta, pse nuk duhet hapjen dosjet për ministrat apo deputetët? Kënë thot çojnë protestë Rumani. Sigurisht, ky amnistia për korrupsion ndaj politikanëve nxori gjithë Rumaninë shesh. Problemi është që shqiptarët nuk janë të ndërgjegjshëm dhe nuk e kanë as edukimin ligjor, as nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Gjithë shqiptarët mendojnë që vettingu do hapi vende pune, apo do i mbushi barkun me bukë dhe se kanë fare idenë se ashtu është shitur, kupton? Pra, ndryshimet apo reformat në Shqipëri bëhen në mungesë plot të transparencës, sepse ne dhe nuk kemi një traditë të debateve të forta në momente të caktuara për reformat. Çështjen e check-upit thot nuk mund të hapet dosja. Po nuk ka për të hapur se nuk është hapur për asnjëri në Shqipëri tani. Më thot dikush Elisa që a duhet të ilumë ta kryeministër. Jo dikush, do po të ta lexoja një 10 vjet. Shumë mirë. Ja, vazhdojnë të më ngacmojnë përsëri. Tani që t'jemi qartë edhe jo, shumë... Jo, njerëzit e thjesht, atë që po, thjesht do ta them edhe unë. Tani të kesh ambicie për të shkuar forca parë politike, besoj se është në gjithë drejtën e çdo force politike, që nga krijimi, prandaj krijohen, rriten edhe konkurrojnë. Ka zgjedhje çdo 4 vjet, çdo 2 vjet për të konkuruar edhe për të rritur. Padyshim që Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon dhe ka gjithë potencialet e mundshme për të qenë forcë parë politike. Tha bukur, mund të fitoj për data ose është kusht që të jetë. Është kushtetuta që e zgjidh atë. Çështja është për ne më e rëndësishme është që këto zgjedhje të jenë të standardeve europiane, të jenë sa më korrekte, pastaj çdo rezultat varet nga qytetarët shqiptar, varet nga performanca e partive politike dhe kushtetuta e zgjidh shumë thjesht se kush është kryeministër në momentin kur rezultatet dalin. Që kështu më shumë se shqetësim apo sqarim i qytetarëve është që këto zgjedhje të jenë të lira, të jenë ndershme, të ketë dialog politik, të zgjidhim gërçën në cilën ndodhemi. Po, më thuaj. Pyet e Erisën thotë, si shpjegohet që të gjithë të rinj preferojnë të aderojnë pranë LRI-së dhe sigurisht LSI-së. Dhe sa krenare ndihen si dhe kryetarja më energjike dhe apasionuar paraardhëse. E denjë zonjës Monika Kryemallë, sepse janë 2 kryetarët e LRI-së. Po shkurt, sepse dua ti lë dhe 1 minutë zoti të shpjegoj. Po, është shumë e thjeshtë. Tri internet gjejnë veten, jepen hapësirat e nevojshme që ata të jenë pjesë e vendimarrjeve brenda LSI-së, e dialogut brenda LSI-së dhe gjithëpërfshirja e tyre, sepse që ta dish ti Bejdo në gjithë takimet e LRI-së vetëm Ilir Meta përshëndet. Sepse gjithë fjalimet e tjera janë trinj treja që shpalosin idetë e tyre, qofse i jep hapësirë trinjve, ata përfshihen edhe din drejtojnë shumë më mirë se leadership-et. Ne pashë doni mund të arresti se ishin 1200 në Çadër. Zoti Keshnik, fjalë fundit. Çadra është e vendosur për çfarë lloj situatë? Po, dhe t'jeni të bindur që... Disa njerëz kanë besim të këtyre, disa shkojnë tani mos ta trajtojnë. I thonë Keshnik shpjegoj. Dëgjoj. Protesta dhe çadra do të mbyllen vetëm nëse Edi Rama jep dorëheqje dhe nëse ka një qeveri teknike. Ky është objektivi bazë, pa një dorëheqje të kryeministrit Rama dhe pa ndërtimin e qeverisë teknike, ne do të qëndrojmë në shesh dhe zgjedhjen në Shqipëri nuk do të lejojmë. Ne kemi besim që jemi kthyer në një qendër graviteti dhe po realizohet. Do ikë fundit nga çadra dhe në fillim e morën si shaka. Po realisht po largohemi fundit nga kjo çadër. Ju falenderoj që kështu. Faleminderit ty. Falenderoj të gjithë ata që më drejtuan pyetje për juve dhe kjo tregon për respekt nga ju dyve. Do të shikoj që njerëzit kanë respekt. Po edhe për ju. Për emisionin tonë. Ja, për emisionin tim, po njerëzit ishin të shqetësuar edhe për Shamin e Kreshnikut se thanë pse na duket më vishë Shamia, po e tregon televizori. Të nderuar televizikues, ju falenderoj për vëmendjen. Isha në studio me Erisa Xhixhon, zonës ministër i integrimit, po njëkohësisht edhe figura numër 1 e të rinjve në LSI.
Faleminderit. Faleminderit. Isha me zotin Kështis Pavi, kryetari i Aleancës Pitjezi, e lash për shkak të dytin për shkak edhe të rëndësisë që ka, po edhe të respektit ndaj Erisës. Faleminderit që isha sot. Ishte kënaqësi. Kënaqësi. Faleminderit për mëngjes.